Ky ishte vendim krejtësisht personal i imi, i askujt tjetër. Sepse nuk mund të qëndroja anash, ndërsa familja dhe popullin përballej me shparosjen. Bëra që do të bënte secili prej jush, nëse vendi juaj, populli juaj, do të përjetonte atë që përjetoi populli im. Për këtë jam shumë krenar, dhe nuk i bie pishman asnjëherë. Të nderuar gjyqtar, prokuroria pretendon se qëllimi ishte marrja dhe ushtrimi i kontrollit të Kosovës. Kjo jo vetëm që është plotësisht e pavërtet, të absurde, po është edhe thellësisht ofenduese. Është ofendim për kujtimin e mira heronjve